Të shtonë merr zjarri në Greqi plagoset pronari shqiptar i restorantit dhe djali i tij. Pronari shqiptar i një restoranti në Greqi dhe djali i tij mbetën të plagosur si pasojë të shtënave merr zjarri. Mediat greke raportojnë se ngjarja ka ndodhur në Agios Dimitros në Athinë, ndërsa të plagosurit janë pronari 70 vjeç dhe djali i tij 39 vjeç. Sipas informacioneve, autorët e sulmit me armë ishin 3 persona që mbërritën me makinë në orën 2:40 në biznesin e shqiptarit. Sipas të njëjtave informacione, pronari 70 vjeçar i biznesit me origjinë nga Shqipëria u qellua në këmbë, djali i tij 39 vjeçar plagos në kofsh dhe pulp. Oficerët e policisë që mbritën në zonë mblodhën gjithsej 4 gëzhoja. Pas të shtënave, 3 autorët u larguan me makinë në drejtim të panjohur, ndërsa FBI greke ka marrë përsipër hetimin e rastit.